E vërtet, parafolësit e kolegët e bën shumë mirë analizët e ndeshjes, edhe ishte një ndeshje e cila në këndvështrimin tim fliste më shumë për Norvegjin, e cila ishte më agresive, ishte më kërkuese gjatë 90 minutave, po themi, por ndodhi që u vendos nga gabimet e arbitrave. Pra arbitrimi e humbi edhe lezetin e diskutimit për mendimin tim. Sepse ka ardhur në një pikë ku çdo ndeshje po dyshohet edhe a jemi apo shikojmë më futbollin e vërtet apo kalon ai që e meriton, sepse ka disa gjëra që janë të tepruara. Pra bëhet goli, rikthehet krosi, për mendimin tim është e tepërt. Shkaktohet një faull në 60 metra, në 90 metra larg portës, shënohet gol, kthehet goli. Një top inekzistent i paprekur nga lojtarët e Kroacisë, shënohet gol, anullohet goli.